Një sondazh i ri i Eurobarometrit tregon se më shumë europian mendojnë se vendi i tyre ka përfituar nga antarësimi në Bashkimin Evropian, por gjithashtu shumë kanë pritshmëri të ulta për vitet që do të pasojnë. 74% e europianëve në të gjitha shtetet anëtare besojnë se vendi i tyre ka përfituar nga antarësimi në Bashkimin Evropian. Ky është rezultati më i mirë i regjistruar ndonjëherë që kur kjo pyetje u bë për herë të parë në vitin 1983. Edhe në Hungarinë e Orbanit, 74% e njohin gotën gjysmë plot, përpara Italisë me 67% dhe Francës me 65%. Por kur u pyetën veçmas për qëndrimet e tyre ndaj Bashkimit Evropian, shfaqet një figurë më e ngurtë. Vetëm 50% e europianëve kanë një mendim pozitiv për Bashkimin Evropian, krahasuar me 15% që kanë një mendim negativ, ndërsa deri në 34% janë neutral për të. Ndërkohë që vlerësimet janë rritur, pritshmëritë e europianëve për 5 vitet e ardhshme janë ulur. Eurobarometri është një ankesë 2 vjeçare që zhvillohet në mbar Bashkimin Evropian dhe që ndjek qëndrimet e qytetarëve të Bashkimit Evropian ndaj Unionit dhe monitoron trendet politike që janë relevante për bllokun në tërësi. Në një peizazh gjeopolitik që po ndryshon me shpejtësi, europianët po përmendin arsye të reja për të mbështetur Bashkimin Evropian. Rreth 35% e shohin paqen dhe rritjen e sigurisë si përfitimin kryesor nga antarësimi në Union, pasuar ngushtë nga 34% që e shohin bashkëpunimin e shtuar mes shteteve anëtare si pika më tërheqëse e bllokut.